Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka ndaluar fukarajës që të ketë lakmi të shtuar. Një ditë për ditëve ka qenë një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka pas emrin Hakim ibn Hizam radhiyallahu an. Një ditë për ditëve ka ardhur dhe ka thënë: "Ja Rasulullah, më mnimue, s'kam." Edhe më sa mi ka dhënë. Ki ka thënë edhe pak. I ka dhënë, edhe pastaj ka thënë edhe pak. Atëri ka thënë pejgamberi: "O Hakim." Ka thënë: "Kjo parë është e jeshilt, e amël." Shiko për nësëm, edhe fukara, edhe sahabe, po edhe e ka mësue. Ka thënë: "O Hakim." Sa i ka, edhe pak, keni po njanit? A thënë, met edhe diqka? Nuk ban me zgjatë shtë kryon. Nuk ban me zgjatë kryon. Dhe kjo e prish bereqetin. Për nësëm ka thënë, kush e zgjatë kryon e prish bereqetin. Lejnë e dvejnë e vetë ajo. Edhe ka thënë: "O Hakim, kjo parë është e jeshilt, e ambël." Ka thënë, kush e merë me gjërsi të shpirtit. Kur ta jap dikush kështu pi qefit të madh, mere. Ka thonë, atare e ka dhe bereqet. Ka thonë edhe kush e këshyr, i jetësini që aty. Ka thonë, nuk i jepët bereqeti aty. Ka thonë, është sikur a i cili ha e zngopët. Ha e zngopët. Pastaj ka thonë alayhi salatu selam, mos o haro o Hakim, se dora e nalt, o ma e khajri se dora e vogël. Anim se i fukara. Gjithmonë dora e nalt është ma e mirë sa e cila është poshtë. I ka thonë: "Ja Rasulullah, kur mos lipi. Kur mos lipi." Ky ka jetu deri në kohën e Omerit. E në kohën e Umar Khattabit, kur ka arë plashka e luftës, edhe i ka taku këtij pi luftës, akon për i luftarën rrugt Allahu xhelalu ala, edhe e ka thirr Omer, ka thonë: "O Hakim, as marr pjesën tënde." Ka thonë: "Jo se marr." Atë ka dalë khutbë Umar Khattabi, ka thonë: "O ju njerëz, dëshmoni se ja dhash e ky s'pe merr." E her pas here ka ndodhur, ka shpeshtu. Njëri ka dalë, ka thonë: "O Hakim, pse se merr hisën tënde?" Ka thonë: "Kështu më ka ndodhur me pejgamberin sa më thonë, mo Hakim, mos se kjo dunja nuk ngopo shkur. Merre vetëm atë çka të takon, edhe mos e zgjat kokën." Kjo vëzë kanë ardhur shumë prej hadithe nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që pejgamberi sa i ka ndihmuar fuqarat dhe i ka trajtuar me respekt të madh. Gjithashtu nga Ali radhiyallahu an ka ardhur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ditë për ditëve familja e vet i ka lip hizmeqare. Përmenem Aliu me Fatimën, kur i ka lip hizmeqare, përse më ka refuzuar. Ka një transmetim tjetër nga pejgamberi se ma hadith që Imam Ahmedi dhe hoxha i njohur Sheikh Shuaib al-Arnauti ka saksu këtë hadith, kur është pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam nga Aliu, pse s'po na jep një hizmeqare Rasulullah? Shikoj që ka thënë ka thënë: "La utikum wa ad'u ahla as-suffati talawwa butunuhum min al-ju'." Ka thënë, "Ju jap juve e t'i la fukarat e suffës, gjamiës, barqët e tëre, sillën e pështillën prej urijës. Unë juve t'ju bi hizmeqar, a unë e kam fukara." I ka llogarit sikur të vetë sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë: la ukhdimukuma." Ka thënë: "S'ju jap hizmeqar, sepse kam fukara me veti." Kjo çka argumenton, ka thënë dietarët, ka thënë se njeriu është këto vlen për njëri që ka më i pari. Është, domthon, thirret për shumë. Nëse njëri për shembull plak, edhe ka i është shtu familja, apo mos shire vetëm atyre të ngatëve me u bë mirë. Jo, në dikëshire këtë ata që kanë nevojë me ju dhanë dhe me ju ndihmua. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu selam shpesh kur vinin fukara ju jepte edhe i mësonte. Si mësonte? E përmendëm rastin, ju thonte: "Muslip, meri do dru puno." Thot Ibn Hajar al-Asqalani, megjithëse me punu me dru në atë kohë, llogarit sigur jo vepër, jo punë e madhe. Një ditë për ditëve tregon Enes ibn Malik se një ditë ka ardhur dikush me lip. E pejgamberi i kanë nxit, ka thonë: "Merrni mbjell diçka. Merrni punoje tokën. Lëviz. Unë kam të ndihmu, nuk ka problem. Nëse më koni gjan, unë ndihmoj. Mirë, mos e ban ti tash adet se je fukara, edhe unë tash po rri vetëm me të ndihmoj dikush tjetër." Jo, andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam e kishte zakon, edhe i ndihmonte, edhe i mësonte. Çka i thonte? Lëviz tash. Lëviz. Munojo tash, ti prej teje kërkohet, nuk është vetëm e duhur që ti të rrish hazër. Andaj tha alayhi salatu wasalam, nëse njani pi juve e ka një filiz në dorë, far, për me e mbjell, edhe ka nis kiameti mu bo. Kiameti ka nis mu bo. O tu përfundu dunjaja. Ka thënë alayhi salatu wasalam, si të mundet me melle ta melle. Mbjellë. Pse? E donë Allahu xhelalu ala punën. Jo të komunistave. Punën për hir të Zotit xhelal xhelal. Punën për me rujt familjen.
Andaj thot, kur e kanë pyet Sufjan al-Thaurin, keni pa këtë hoç të madh, e kanë pyet Sufjan al-Thaurin, ka thonë, çka është trimnia? Apo zakonisht trimnia mushti me njerëzit. Tha, e dini çka është trimnia? Ha? El-kasbu min al-halal wal-infaqu ala al-iyal. Tha, trimnia me fitu pi halalit edhe me rujt familje. Çka është trimnia? Ha? Trimnia. Wallahi trimnia në këtë gazet sot botës harami është përnda me të madhe. A sa leta me punu me haram? A sa leta me punu kamat? A di sa leta me vjet? Sa leta me korruptue? Shumë leta. Sa leta me punu me raki? Shumë leta. Sa rana sot me veç me halal me fitu. Edhe atë halal me aqu familjes me rujt. Atë dha Sufjan al-Thauri, trimnia është me punu pi halalit, me shpenzue tek familja e jote. Dhe gjithashtu pejgamberi alayhis salam e urrente dembelien. Do më gjithë se i donte fukarat, i respekton të fukarat, se donte dembelien. Njëri tash thot, masi në Islam fukaraja sulika anësh, apo unë fukaraja. Jo Allah. E nëse ka dora e lartë është më e mirë se dora e poshtë. Apo mos u ban me zor ti fukara. Apo mos u ban me zor fukara. Leja natyrës, leja kaderit, leja Zotit xhel xhelalu. Andaj tha alayhi salatu wassalam, la tahillu as-sadaqatu li ghaniyin wala li dhi mirratin sawiyin. Tha alayhi salatu wassalam, se ka halal sadaqajen ai i cili ka po i duhet ala më shumë. I bëhet disa njerëz zngopën me kurrë. Ka njerëz pasanik, bërë me dhe pak thë. Mos bërë, se ki halal. Ka thonë dhe nuk e ka halal a i cili trupin e ka të fort. Apo? A i shkon ushtron atje për muskuj, edhe babazat a i ki dhe pare. Ty mos i ki fri muskit, fri edhe parët. Apo? Mos i e bodj, apo? Edhe hec, a ke bodj qish hecin? Dhe mek, unë e ki i fort, apo? Forca në zemër, Allah. Forca mi utut Allahu xhel xhelalu. Forca mos me bo haram, që kjo e fort? Provo mos me këshirë haram, ma di sa rana. Provoj ti me shku në pazar dhe asë një femër mos me këshirë. Edhe kime pa, atër kime thonë, po, që kjo ranë kana? Ama me shku mi fri muskujt, me hapa, me kërë diqka, adje me bombona, e nuk shkon. A dhe thave nësam nuk e ka halal, mi fri, njani ka trupin e shnosh, se uj, i shnet shumë është, ka shnet. Edhe li pare. Ska mundësi, po, ki nevoja, po, së një del, po. Ama te ki trupin e shnosh, s'ka mundësi me dhanë prej fukara. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe këta përfundojnë dhe zërna e bani Allah për zgjatin e kohës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vinte shpesher dikush dhe e pyette ja Rasulullah, po vin lipsit e dera, s'po kam çka mi dhanë. E nëse ka thonë, mos e kthe, qoftë edhe me pak. Ka thonë, çka ja Rasulullah me pak? Qoftë edhe një thundër të kafshës, jepi, mësoj ju mu dhanë. Apo, edhe leja ato muhabetet e kota, edhe ato vezveset. O gjatë tash po lipin për biznes, s'është puna jote ajo. A gjithë ditën rrugë për rrisë, s'është puna jote ajo. Fa emma sa'ile, thëtë Allahu gjësaj, për këtë ati cili lip, fakti që aje ka po vetën me lip, ti mu së mirë me ata, jepi, qoftë edhe 1 dinar, qoftë edhe 5 dinar, apo qoftë edhe dinar, apo, a nëse është për atyri të cëtë aj është kryeneq, ka, të cëtë janë thënë, si marë në që kaqë, unë e vetë e këmë palë dhe të thonë, si du që kaqë. E si do që kaqë, ajo është, mund t'je kryen marë, ka thonë për nga mele a.s. Për njerëzve që Allah nuk e këshirë në akiret, se këshirë hiq, një fukara kryen marë. Edhe s'ka, thotë në zvoziti vetë se Mercedes, hez nga më. Apo unë e thotë shpijen, ja, ba i shpija, nuk ka mundësi mu po kryenesh me Zotin Gjelua. Mirë po, lip, qëti, shikove se më ka thonë, thundër e djekt. E kuptoni thundrën? Për para kuajve, ja kanë nu aty, edhe lopës, që të hecë ma mirë, më zvërat. Apo? Mësë më ka thonë, a e kiti një thundër, po, jepja. E pse mi a dhanë? Mësoju me dhanë. Kjo ka qenë për të atimet për nga mërësem.